Fillojmë me ImmoScout 24. Këtu jemi brenda profilit, vendosim të dhënat tona të sakta, jo siç e kam bërë unë tash që janë fake. Shufa nuk është e thënë më të bëhet si fillim, vetëm kujdes mos u bëni me glitter plus se është për vështirë ta fshish kontratën. Të shkojmë te kjo lupa, vona suchst du. Sa dhoma ti kërkon? Ne themi për shembull po kërkojmë deri në 3 dhoma ose në 3 dhoma e gjysmë. Kujdes te kjo taush vonungen, është përgjithsisht për shtëpiat që ndrohen ndërmjet njëra tjetrës, por në moment që ti nuk ke fare asnjë shtëpi dhe kompania s'ta lejon, mos e kliko fare. Këto dhe shtëpiash pa foto janë të rrezikshme sepse shpesh ndodh që ka mashtrime. Marrim këtë shtëpinë këtu. Mirë është ta kontrollosh kush e jep. Shkon këtu në fund dhe e kontrollon saktësisht kush e jep dhe është vonovja. Këtu me kujdes që profili është i verifikuar. Tu është shumë e rëndësishme të shkruajmë një tekst. Prompterin do ju a vendos në linkun poshtë. Ok, dhe vendosim keine Angabe. Je zonjë, frau. Emër, mbiemër, email, adresë, numri telefonit është e rëndësishëm. Rruga ku ti jeton aktualisht. Është shumë e rëndësishme kur ti don të hysh te kjo shtëpi. Dhe ti mund ta vendosësh jam fleksibël apo dua zo fort. Çfarë jeni? Jeni dy të rritur, jeni familje apo von Gemeinschaft, që do të thotë që jetoni si grup. Këtu të thotë nëse keni apo jo kafshë shtëpiake, ne po themi jo. Dhe do të tregosh shumë e rëndësishme të tregosh çfarë pune bën. Themi angestellter, okay? Dhe po themi sa e keni të ardhurën, që do të thotë jo vetëm të ardhurat e tua, po dhe të ardhurat e burrit ose partnerit. Dosim këtë shumë. Bewerbungsunterlagen, po përgjithsisht nuk është mirë ti ngarkosh në sistem sepse ka dhe shumë mashtrues dhe është e frikshme. Dhe në fund e bëjmë abschicken. Ju përshëndes, uroj t'ju kem ndihmuar sadopak.